Partitë politike dënojnë ashpër fjalimin e fundvitit të presidentit Gjorgje Ivanov. BDI-ja me anë të një komunikate e quante të pavlefshëm fjalimin, pasi që komuniteti shqiptar sipas kësaj partie nuk e ka pranuar atë si kryetar shteti. Qëndrimet e Ivanovit janë krejtësisht irelevante, pasi ai nuk është i pranuar dhe i njohur si president nga njëri prej dy komuniteteve kryesore në vend, andaj edhe nuk meriton as komentin ton. Zëdhënësi i lëvizjes Besa, Orhan Murtezani, tha se Ivanovi nuk ka kompetenca të përzihet në punën e formimit të shtetit binacional. Ne si lëvizje Besa vazhdimisht e kemi thonë që Maqedonia për të bërë shtet funksional duhet një ridefinim i tërësishëm i sistemit juridiko-kushtetues të vendit, ku gjuha shqipe do të ishte gjuhë zyrtare në tërë territorin e Republikës Maqedonisë. Atë që e tha dje kryetari i shtetit, edhe një herë duhet ta potencojmë se nuk është në ingerencat e tij. Sipas Aleancës për Shqiptarët, kryetari Gjorgje Ivanov edhe gjatë 2 mandateve nuk e ka kryer detyrën në bazë të ligjeve dhe kushtetutës, përkundrazi ka kontribuar në thellimin e tyre. Militanti partijak Gjorgje Ivanov nuk gëzon legjitimitet, ai asnjëherë nuk bëri atë që e obligoi kushtetuta. Përkundrazi i thelloi problemet, nuk reagoi kundër rrahjeve dhe ofendimeve ndaj shqiptarëve dhe ishte i njanshëm ndaj diskriminimeve. Presidenti Ivanov në fjalimin e fundvitit tha se nuk do të pranonte kurrë që vendi të bëhet binacional dhe se do të pengonte çdo përpjekje për federalizimin e shtetit. Ai u bëri thirrje madje edhe 2 partive më të mëdha maqedonase që të mbrojnë interesat kombëtare maqedonase.